Ka përfunduar koha për dorëzimin e kandidaturave për postin e prokurorit të përgjithshëm. 5 kandidat janë në garë. Njëri është tërhequr, ishin 6 më parë. Megjithatë, kolegja Glidona Daci ka hollësitë e procesit, na i përcjell ato tani drejt për drejt. Glidona, të përshëndes, sa ka filluar procesi tjetër, ai i vlerësimit ligjor të kandidatëve të paraqitur deri më tani? Pas përfundimit të garës zyrtare që në datën 1 gusht në orën 24, kur është përmbyllur tashmë gjithë afati lënë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për dorëzimin e dokumentacioneve sa i takon kandidaturave për prokurorin e përgjithshëm për një mandat 7 vjeçar, do të jetë pasur si i Aolës Çelës, i cili është i pari prokuror i përgjithshëm që u zgjodh pas ndryshimeve ligjore dhe në kuadër të reformës në drejtësi, ndërkohë që nga ana tjetër duhet të theksuar që tashmë në garë është prokurori Spaka Adnan Xholi, po ashtu nga ana tjetër prokuroria Fationa Memça, e cila ka qenë edhe antare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ish prokuroria e përgjithshme Marta Marku, Rovena Zoto dhe Ylli Pjetër Nika. Janë 3 gra dhe 2 burra të cilët konkurrojnë për të marrë mandatin 7 vjeçar në krye të prokurorisë së përgjithshme. Duhet theksuar që sipas të gjitha procedurave ligjore, ata duhet të plotësojnë së pari kriteret dhe kushtet ligjore të cilat janë të përcaktuar në rregulloren e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për të zgjedhur si prokuror i përgjithshëm. Jo domosdoshmërisht prokurori i përgjithshëm duhet të vijë nga radhat e sistemit, pra brenda sistemit që të jetë patjetër magjistrat, por do duhet të ketë në rast se vjen nga radhat e juristëve të spikatur, do duhet të me patjetër të ketë edhe doktoraturën. Në rastin konkret me përmbylljen e garës janë të 5 magjistratë të cilët konkurrojnë për postin e prokurorit të përgjithshëm. Sipas edhe kritereve të përcaktuara në ligj, duhet që prokurori i përgjithshëm të ketë të paktën 15 vite përvojë pune si jurist i spikatur, të jetë diplomuar në shkollën e magjistraturës ose të ketë grad shkencore në drejtësi, të mos ketë mbushur moshën e daljes në pension, të mos ketë mbajtur gjatë 10 viteve të fundit përpara dorëzimit të shpresë të interesit për prokuror të përgjithshëm funksione politike në administratën publike, të mos ketë mbajtur gjatë 10 viteve të fundit pozicione drejtuese të partive politike, të mos ketë qenë antar bashkëpunëtor ose favorizuar të ish sigurimit të shtetit para 2 korrikut të vitit 1991, të mos kenë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë përpara ose të ketë kryer një vepër penale, të mos ketë qenë bashkëpunëtor, informator ose agent të shërbimeve të inteligjencës, dhe të mos ketë masa disiplinore në fuqi. Pas verifikimit të fazës paraprake, secili prej kandidatëve, të paktën Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të marrë të paktën 14 ditë kohë për të bërë të mundur verifikimin nëse të 5 kandidatët i plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për të vijuar më tej garë. Më pas në shtator do të caktohet edhe data se kur do të zhvillohen intervistat me të 5 kandidatëve. Më pas Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të bëjë vlerësimin dhe pikëzimin e secilit prej kandidatëve, kur 3 emrat kryesor, pra ata të cilët do të renditen të parë, do t'i shkojnë kuvendit për votim dhe do të jetë parlamenti i cili me votat e tyre do të zgjedhë edhe prokurorin e ri të përgjithshëm, ku duhet theksuar që ai e merr detyrën në datën 6 dhjetor, pasi në datën 5 zyrtarisht përfundon mandati i prokurorit të përgjithshëm Ocean Çela, ndërkohë që nga ana tjetër i pyetur edhe kryedemokrati Sali Berisha nëse do t'i bashkonte me socialistët për të zgjedhur me konsensus prokurorin e ri të përgjithshëm, ai theksoi që pas asaj që ndodhi me avokatin e popullit, Partia Demokratike nuk do të votojë për asnjërin nga emrat, por gjithsesi tha do të mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë në momentin kur kandidaturat do të vinë në parlament. Në fakt, Këshilli i Lartë i Prokurorisë mund të dorëzojë 3, por mund të dorëzojë edhe vetëm një kandidat. Pasi është në dorën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në bazë të vlerësimeve që ato do të bëjnë, si do të jetë propozimi kryesor që do t'i çojnë kuvendit për votim të prokurorit të përgjithshëm, ndërkohë që nga ana tjetër ka pasur edhe një interes nga ana e prokurorit dhe drejtuesit të prokurorisë Elbasanit Kreshnik Ayazi, por më pas në momentet e fundit ky i fundit është tërhequr nga gara, ndërkohë që nga ana tjetër të 5 prokurorët që janë në garë janë prokurorë të cilët kanë një karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë, prokurorë të cilët kanë hetuar çështje të rëndësishme ndër vite, por ndërkohë nga ana tjetër, le të themi më me eksperiencë dhe më i vjetri sa i takon periudhës së ushtrimit të detyrës si prokuror dhe magjistrat, është prokurori Spaka Adnan Xholi, i cili ka një karrierë 29 vjeçare në sistemin e drejtësisë. I qartë, Glidona, të falenderoj, është një proces që do të kemi mundësi ta ndjekim në kohë deri kur të përfundojë me zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm, aty drejt për drejt kolegja jon Glidona Daci.